Milazim Thaçi është një prej të mbijetuarve që ka dëshmuar për masakrën e Izbicës edhe në gjykatën e Hagës, plot 3 herë. Unë I kom pas 2 kufoma për mi, Ukën, Thaçin edhe Isuf Shalën Brojës, 2 brojësin kam, I kom majt 40 minuta për mi. Ai si nini veç jetë është e ranë, pa hangër, pa pis për bojke, edhe njëri pa jetus, bëmë se mos se ti vetë. Qa më bëj jetë a jeshtë qështu, s'po bëjke. Ka pas pleqë, ploka kërë. I këna varros të një, mas 3 ditë këna varros, tonë këna varros të, edhe slëbën pa të vetë në avë. Baja gë, theke, si në vra, të thash, që si në vra, thash, kitë tonë kanë vra. Thash, pa, qëre, unë këmë pa menu se është drejtësia të, valoj pak e drejtësi, se drejtësia, me të është sëtë më najqu, ushtarë tërë si kanë brëjt, tëkën e vetë, familjen e vetë, me që unë bërgë, e shkit. Shkit më sjellë të lirë, në për Serbia edhe në për Kosovë, kjo nuk ka drejtë. Për çka më I shonë Zotin e një tonë. Mes tyre edhe një foshnje, Dafina Qelaj, vetëm 6 muajshe. Ajo është vrarë në të njëjtën ditë me banorët e tjerë, pas një ushtar serb e ka goditur teksa ishte në gjirin e të ëmës. Varrimi I foshnjes është bërë vetëm 17 vjet më pas nga vdekja e saj. Janë nëse 1396 fëmijë të moshave të ndryshme të masakruar gjatë viteve 1998, 1999. Shumë prej tyre nuk dihet ende se ku prehen. Thuajse të gjitha komunat e Kosovës janë prekur nga krime të tilla të kopshme që nuk kanë kursyer, as foshtjet disa muajshe.